Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do befasoheni kur të mësoni atë që i ndodh me trupin tuaj nëse hani 2 vezë të zira në ditë. Vezët janë ndër ushqimet më të shëndetshme në botë. Mjekësia ka kohë që ka klasifikuar vezën si një ndër mënyrat më të mira për të kontrolluar shumë gjendje shëndetësore, citon Health.com. Disa studime tregojnë se ditët e sotme problemet e zemrës janë ndër më serioze dhe më të zakonshmet në mesin e personave të gjitha moshave. Ajo çfarë është e frikshme është fakti se çrregullimet e zemrës rrezikojnë më së shumti edhe humbjen e jetës. Sipas Universitetit të Harvardit, vezët përmbajnë lëndë ushqyese të cilat nuk e ngrenë në nivelin e LDL-s në trup, por e kontrollojnë atë. Ja se çfarë ndodh trupit tuaj sipas Harvard Medical School nëse hani 2 vezë në ditë. Ju do të përmirësoni nivelin e shikimit, do të përmirësoni fertilitetin, do të promovoni humbjen e peshës, do të stimuloni gjithashtu edhe funksionet më të mira të trurit. Kjo fal elementëve ushqyes që vezët kanë. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ për shëndetin. Vezët ofrojnë 6 gram protein të cilësisë së lartë. Sipas të dhënave, vezët ofrojnë gjithashtu aminoacide që duhet të merren nga ushqimet, madje po aq edhe sa mishi. Proteina konsiderohet si një nga ushqimet më përmbushëse për shëndetin e njeriut, me gjysma e saj gjendet edhe te verdha e vezës. Vezët frenojnë urinë. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën fre urinë përmegjatë në krahasim me ushqime të tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët mbrojnë shëndetin e syve. Vezët janë të pasur me lutein, një pigment i cili është kryesisht i përqendruar edhe te retina e syrit. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmet e dritës blu që emitohen nga celulari, tablet dhe laptop. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues në shfaqjen e problemeve të mbipeshës dhe sëmundjeve të syve. Vezët nuk bllokojnë enët e gjakut. Për vite me radhë, vezët kanë qenë në bankën e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit. Shkak mund të jenë gjithashtu edhe nivelet e kolesterolit. Vezët besohet se rrisnin nivelin e kolesterolit bashkë me të edhe humbjen e problemeve të shëndetit tuaj. Tani shkencëtarët besojnë se vezët nuk janë të dëmshme për enët e gjakut nëse i konsumoni ato në formën e zjerë. Vezët janë të mira për të rritur kështu masën tuaj muskulare. Njeriu nis të humbas masë muskulare pas moshës 30 vjeçare. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vite. Humbja e saj bën që njeriu të ndihet i plogësht dhe të rrisë shanset e frakturave. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai fokusuar te forca dhe qëndresa, ju ndihmojnë që të ruani masën muskulare. Vezët dhe proteinat që ato ofrojnë ushqejnë muskujt pas tërvitjes dhe i mbrojnë ato. Kështu vezët duhet të jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Vezët janë të pasura me element që ndikojnë drejt për së drejti edhe në forcën e kockave. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë akoma më i fortë. Shëndeti i syve do të përmirësohet me përdorimin e vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membrana dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose edhe verbëria. Vezët janë të pasura me proteina. Vezët e zjera përmbajnë nivelet e larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Vezët janë të pasura me yndyrna të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndikojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak.
Ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e vezëve të zjera në dietën tuaj, për të marrë kështu edhe përfitimet më të mira, të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin e përgjithshëm. Vezët janë një produkt shumë i mirë për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të shkaktojë kështu edhe përkeqësimin e kujtesës suaj. Vezët janë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët e vezëve mbrojnë shëndetin e syrit dhe parandalojnë sëmundje të ndryshme. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim i mirë falë yndyrnave që lehtësojnë përthithjen e tyre. Vezët ofrojnë një ndjesi ngopje më të madhe. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës, por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira gjithashtu për shëndetin tuaj të zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme falë regjimeve ushqimore ku përfshihen vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët ulin gjasa të shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se vezët mund të ulin rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi sipas health.com, tregojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës si pasojë e ishemisë. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët janë një ushqyes i pasur për shëndetin. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këto përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët që i mbajnë qelizat më të shëndetshme. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet e bardha e vezës. Ndaj konsumi një vezë të plotë do t'jap trupit tuaj të gjithë elementet ushqyes që ajo i ka të nevojshme. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës. Ato janë të larta kështu me vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, folat, jod e të tjera. Fëmijët duhet të hanë një vezë në ditë. Vezët janë të pasur me hekur, folat, proteinë, acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesa ditore për nivelin e duhur të proteinës. Një rritur tipik i moshuar mund të hajë 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila ndihmon trupin të përthithë kalciumin dhe shëndetin e kockave. Të verdhat e vezës përmbajnë antioksidant, lutein dhe zeakantin, të cilët reduktojnë rrezikun e formimit të kataraktit dhe gjithashtu të degenerimit muskular. Vezët përmbajnë gjithashtu rreth 186 mg kolesterol dietik, dhe sipas ekspertëve duhet jetë veza e zjerë një nga format më të mira për të marrë përfitimet e saj. Një nga vlerat kryesore të vezës është edhe burimi i mirë i proteinës. Vezët përmbajnë sasi të mjaftueshme që plotësojnë nevojat ditore si aminoacide, ashtu dhe proteina. Vezët ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe të mendjes. Kolina, ushqyesi esencial të vezës, stimulon trurin dhe funksionin e saj. Vezët janë një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë për shëndetin e syve, të dy antioksidantët kryesor, siç janë edhe luteina dhe zeakantina, mbrojnë syt nga dëmtimet e rrezeve ultraviolet. Gjithashtu, falë kësaj, vezët do të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Prandaj mos nguroni që t'i keni pjesë të dietave të përgjithshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.